Jam një nën me fëmijë dhe kam dëshirë të vendos mbulesën në burri nuk më lejon. As më lejon thot fare, mas lexoj Kur'an e tjera. Mirë është që motrat tona muslimane, besimtare, kur të martohen duhet i shohin këto gjëra përpara. Se ja çfarë na lind kur nuk sqarohen gjërat përpara. Më mirë sqarohen gjërat përpara, feja, besimi, namazi, shamia, Kurani e tjera, në mënyrë që mos ketë pastaj probleme. Çfarë thot Hoxha në këtë rast për shembull? Çfarë thot Hoxha? Hoxha thot, siç ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Mos e kundërshto krijuesin për hatër të krijesës. Jo, po pastaj tani unë nuk bëhem dot urë mbi zjarrin e xhenemit. Të merrni llafën time e të vazhdoni rahat, qetë. Jo më Zotin, feja e Zotit, kjo është Allahu të lehtësoft.